pa dje televizion. Sa pa dje. Ai një kjo, da se jo me kemi rënë si janë pranon kemi marru fshise këtë. Po, sa do mirë. Po jemi gjithë na pati hava ose në gjithë polis. Këtë për janë kusa pas të rritin. Rrallë në jetë, vaj. Po të ka kanë do boja me kjo. Jo, mora, që kanë të numarë në mund në përdet. Ti samet ma mirë. Po përbis. Ja, ata... Ma e smetë rëmë ku kënë nërku ma gjatë. E të posha hojnë. Ka qitë paka pustinës. O doj. O ka shkovi. Po sa O, mëra bau kofë, më burat e malësis. Pa një për djemësha ku e një... Pa ti qenë. Po në marë për të suka, sa në në matë qërtu sa me... Hej, zonë janë dhjetë piktujtë. Ja. Pima ato mikrofonit. Një kopë. Kalza ku jemi mas pori, pas a peqa të rështu që ka du. Falë. Kalza ku jemi mas pori. Sot me 15 januar të vitit 2006, në kodër shëshqatë gjatarë vagim sërmonit të dëqanit, kemi menagjimin e një ditë të gjallët. Trejën e gjyëtis, zharre në grykën e Junikut, ku ky kanion i këtyre maleve masive ngritet nga gryka e Junikut dhe më rrin deri në majën e lartë të Gjeravicës Krenare. Me qenë se parakalojmë pra këtyne 3 dëshmorëve të familjes Gacafere nga Uniki, 1 minutë heshtje. Lavdi! Lavdi! Sot pra, një informat të shkurtër. Kemi edhe disa gjatarë të i, prandaj e një të arsyeshme një informat të shkurtër në lidhje me gjyëtin e ditës së sodit. Na dim të gjithë, për disa gjatarë vjetës s'është nevoja, por për hir të rive, që pushka e arma e gjyëtis mahet në kerë e mbyllën në fatrorë. Prej këtu nisemi dhe i shpërndajnë pikat. Kjo është pika 1. Pra në kësaj përmendore është pika 1. I kemi edhe 9 pika tjera që i din kryetar e grupit. Se cili kryetar i grupit përgjegjit për grupin e vetë. Prandaj, duhet me pas shumë kujdes. Distanca duhet me qenë grupi për grupit, gjatari për gjatari 300 metra. Ka të drejt televiz rreth rrotull pozicionit e ti vetëm 100 metra. Nëse gjahu, gjuhet, vrahet, është i detyruar i gjatar, mi njoftuar gjatarët të cilët janë afër tij. Prandaj, gjatari i cili është me përvojë shumë të madhe, e qel gjahun dhe janë nxjerr organet e mbrëmshme, ploncin dhe zorën. Këta gjatarë që përmarrin pjesë sot në këtë gjyëti japin llogari pranë udhëhesive të tyne, udhëhesit të grupit, japin llogari pranë kryetarit të shoqatës dhe sekretarit të shoqatës. Gjithmonë kemi shkuar në mënyrë të pjekur. Edhe tash besojmë që do të shkojmë në mënyrë shumë të pjekur. Falenderojmë televizionin Syrin nga Gjakova, kryeredaktorin e tij Islam Haxhiun dhe kamermanin Berat Haxhiun dhe kolegun e tij, që në gjitha gjyëtit tona merr pjesë dhe bën emisione profesionale të gjyqësisë për Kosovën dhe për mbar popullin shqiptar. Jemi një ditë madhështore bën këtu edhe kryeinspektori i pyjeve të Kosovës, zotri Hasan Ukaj, inxhinier i diplomuar, i cili prej vitit 2000 e tash ka kontribuar jashtëzakonisht edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin e gjyëtisë pranë shoqatës sonë. Tash shpërndahen grupet, caktohen pozicionet, edhe pushka, arma nuk mbushet me municion deri në vendin e pozicionit. Unë nga ky vend përshëndes të gjitha shoqatat gjatare të Kosovës, Federatën Gjatare të Kosovës,
përshëndes shërbimin policor të Kosovës në Deçan, strukturat politike komunale të Deçan, drejtorinë e arsimit, përshëndes kolektivin e shkollës fillore Isa Boletini të Isniqit, në të cilën shkollë kom punuar 37 vjet me radhë. Ju faleminderit. Sot jemi mbledhur këtu një grup gjatarësh nga shoqata. Jemi bashku sot një grup gjatarësh nga shoqata Agim Selmanit të Deçanit, të gjithë gjatarë me përvojë, të cilët mirë njohin gjahun, mirë njohin këtë sport atraktiv, i cili është një ndër sportet më të mira, besoj, për të gjitha sporteve. Është i mirë për ata se gjatarën e përgatit fizikisht edhe psikikisht, po ashtu e përshtat mirë edhe e fut në thellësinë e bukurive natyrore, su ku janë të alpe këtu shqiptarë ku në momentin e pikrishim edhe gjindemi. Po ashtu gjahu është edhe nga aspekti shëndetësor, është jashtëzakonisht i dobishëm për njeriu. Njerëzit që janë marrë me gjah, është në shumicën e rasteve vërtetuar se ata janë më të shkath, janë më të zhdërvjelt apo më të shpejt, po ashtu ndikon edhe në shtimin e rruzave të kuqe të gjakut, konkretisht për shkak të nalësive të mëdha mbi detare dhe për shkak të rritjes së sistemit qarkullimit të gjakut. Unë merrem me gjah me disa shokë që jemi këtu, qysh prej moshës fëmijërore. Tani vetëm i kom kalue të 40-at që merrem me këtë sport atraktiv. Për mua gjahu nuk është vetëm sport, është pasion, është jetë. Prandaj sot i përshëndes të gjithë gjatarët të cilët gjenden me përvojë, posaçërisht i përshëndes gjatarët mysafir që gjenden këtu në këtë ditë sotit të gjahut. E përshëndes edhe të vesyrin, i cili gjithmonë na u ka gjendë në momentet kur ne e kemi ftuar edhe nuk ka pritur asnjëherë të na dalë ndihmë dhe të ofrojë ndihmën e vet profesionale. Edhe një herë u përshëndes të gjithë. Se shien për mas. Më seksioni ka mirë pas abes. Jo, a? Më seksioni jo vish jeni si Mirë ditë dhe ju përshëndes. Kom kënaqësinë se jam në mesin e shoqatës gjatarëve Agim Selmani nga Deçani. Këtu me sa dëgjova une Vaçabesh u informoj për momentin në cilin vend të gjindem. Une disa gjëra i kisha përmend në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Me që aty punoj, deshta të informoj shoqatën e gjatarëve të Deçanit që ligji mbi gjuetin është aprovu nga Kuvendi i Kosovës, ende nuk është nënshkru, por në momentin e nënshkrimit taj do të thotë fuqizohet edhe është valid. Ne si Ministri e Pyllëtarisë, duke falendëruar Ministrin e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Tom Hajdaraj, kemi hap gjuetin e Kosovës me 15-12. Kemi shkuar në 4 dilet, sot është dita e fundit e hapje zyrtë të gjuetis, do të thotë 3 të kalumet, me sa jemi të informum situata në tërë teritorin e Kosovës, sa i përket ditëve të gjahistës, ka shku shumë mirë, pa eksese, pa probleme, andaj shpresoj që edhe sot të gjitha shoqatat ku veprojnë sot si ditë lirë që e kanë në përgjahishtë të Kosovës, që edhe kjo ditë të përmbyllet ashtu si na ka hije. Mandej, mbas sotit, do të mbyllet përkohësisht gjuetia e Kosovës, ndërkohë Ministria e Pyllëtarisë, përkatësisht Departamenti i Pyllëtarisë, është duke punuar me nguti në nxjerrjen e akteve nënligjore të ligjit mbi gjueti. Kështu që besoj që për një kohë shumë të shkurt kanë me qenë gjitha shoqatat edhe nivel federatës të informuar me rrjedhën e legislativit të gjuetisë Kosovës. Ju përshëndes edhe juve si televizion i syrit, kështu që shpesh ju shoh duke i shoqëruar shoqatën Agim Selmani nga Deçani, edhe i përshëndes gjithë kolegë që janë sot prezentu dhe i dëshiroj sukses e punë të mbarë. Falënderit.
që aty të karikat me dhezi zjarë. Po, që aty në mushim me Pa ca dhezi. besh, po për fat kesh sopatin. Hajde, ju lutem. Shko me të që. Grupeve. Dhe ju zonë pozicion. Do me dhone unë në pjesë që zane. Islam, do shumë aktiv që të shpek. Po, grupe, tu të zonë. Hajde, përvesh, mëshërni atje 2 grupe. Hajde, mëre grupe. Shkishtë të ndonë. Hajde, grupe. Ka nga shkojnë Zagor, ku të me të gjë? Ha? Zagor? Po, Zagor nuk shkojnë, se të me rrasë të klasë. Kujdes, minute. Zonë e mira. Zagat më smulshu edhe një janë një gjysore iq. Zagor, mas, pozicion. Delin që aty. Që ata dit, atë vjetë që tu. Adin që ko poshtë në Zagor, hadi me peshtë, një që ko. Kushen, hadi me Zagor që me të. Kishe më shkuar. Do që e në vjetë i lenë që ti. Atë morti me neve ne. Ta kum ti mrenda. Ta kum drejt që ej. Që tu, pjedhezim zemi ne edhe ashtu. Jo, berat ato më vonë. Ma vona? Nuk vi, ajo. Dhezet, Ku të dhejtë zjarë. Po, ku duha stikë? Kjo tërshi e këtyne pyjeve, kjo masiv i Alpeve shqiptare shtrihet mund nga ky vend deri në majën e Gjeravicës. Gjeravicës legjendare me nalësi mbi ditare 2656 metra, të cilën deri dje të tjerët pa drejtësisht e kanë okupuar. Tash frymon lirishëm. Qanë halët për çdo mëngjes me shkelzenin e Shqipërisë, maje legjendare, qanë halët shekullore të vitit të kaluara. E sot që të dy këto maje në kufirin shqiptar frymojnë lirishëm. Frymojnë lirishëm, marrin frym lirë. Në këto shpatije, në këtë teren të gjyëtisë, kanë mundësi të rriten dhe të kultivohen edhe shumë egërsira. Egërsira të larta dhe shpes të egra të lojshme. Masë shumë të këtu kemi ariu në zi dhe ariu në murën, dhinë e eger, kaprollin, dhelprën, derin, rëqebullin e të tjera. Do t'i flasë disa
shënime karakteristike për këto agërsira që jetojnë në këtë teren të Gjëtisë, në këtë ambient kaq të bukur. Ariu është një agërsirë e cila është e mbrojtur me ligj, prandaj ata nuk ka të drejtë kurkush me vra vetëm me leje speciale shtetënore. Është e mbrojtur me ligj nga Ministria për Bujqësi, Pyllësari dhe Zhvillimit Rural të Kosovës dhe nga ambienti hapësinor. Kjo agërsirë fjell 2 herën e vit. Klysht e saj janë të verbër në moshën, deri në moshën janë të verbër deri në moshën 1 mujore. Ka vlerë të madhe trofeu i saj, prandaj çdo teren në këto male, në këto pyje, është shumë i pasur mari. Vija Eger jeton në ndalsinë mbi ditare deri në 1000 metra. Është autoktone, një herë pjell në vit, ndërzehet në fund të nëntorit, ban 2 edha, nga një herë dhe 3. Shqisat e të ndëgjumit dhe shqisat e të pamunit i ka jashtëzakonisht të zhvilluara. Kështu që gjahtari nuk mundet, e heton gjahtarin me largësi deri në 300 metra. Gjuhët në prite, gjuhëtia në te është e lejuar me ndalim gjahu. Ka provë është e gërsirë shumë e butë, jeton në të gjitha këto vise, pjell një herë në vit, 2 herë në rënqimin gjatë dimnit, brirat i dalin për çdo i binë në fund në ndojë dhe i dalin në pronverë, prandaj edhe ky lejohet mu gjujt me ndalim gjahu, si mas kalendarit të Gjëtisë. Kemi Macën e Eger, është e gërsirë bukur damtuse, jeton në për këto vise, gjuhet me ndalim gjahu, është e shkath, sulmon lepujt, flonzat, shkambore, e të tjera. Kemi në këtë teren të Gjëtisë edhe Rçebullin, i cili ka qenë autokton në Shqipëri, me kalimin e armëve në durët e popullit në Republikën Popullore të Shqipërisë, është asgjësuar flora dhe fauna. Kështu që ai ka kaluar në terenet tona të Gjëtisë, është shumë i rrallë, është shumë i shkath, lëviz ma shumë natën se sa ditën, prandaj gjahun e gjunë mëngjes edhe në mramje, gjatë ditën pushon në përderë.